Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur besimtarë, me paqe dhe gëzim të thellë në zemër, ju drejtohem në këtë kohë të shenjtë të Pashkve, ku kremtojmë fitoren e jetës mbi vdekjen, dritës mbi errësirën, të dashurisë së Zotit mbi mëkatin dhe të keqen. Ringjallja e Zotit tonë Jezu Krishtit na jep shpresë të re dhe na fton të jetojmë si bijtë të dritës, duke qenë dëshmitar të gjallë të Ungjillit të Krishtit. Këtë vit kremtojmë Pashkët brenda vitit jubilar, vitit të shenjtë të mëshirës, një mundësi hire për t'u thelluar në jetën shpirtërore dhe për t'u kthyer me gjithë zemër ka Zoti. Është një thirrje që secili prej nesh të ripërtrijë lidhjen me Zotin dhe me të afërmin, përmes sakramenteve, lutjes, veprave të mëshirës dhe angazhimit për drejtësi dhe paqe. Shpresa që lind nga besimi nuk është kurrë e kotë, sepse ajo është mbështetur në dashurinë e Zotit, e derdhur në zemrat tona nëpërmjet shpirtit shenjtë. Në një botë shpesh të plagosur nga pasiguria, nga dhuna, nga padrejtësia dhe vetmia, Zoti na fton të jemi partës të shpresës, të një shpresë të vërtetë që buron nga takimi personal me Krishtin e ringjallur. Ringjallja e Krishtit është pikërisht zemra e këtij mesazhi jubilar, një jetë e re që lind nga dashuria dhe falja. Në këtë kohë të shenjtë, le të rigjejmë gëzimin e besimit dhe të ecim me guxim në dritën e Krishtit të ringjallur. Të ringjallim shpresën në jetën tonë personale dhe në bashkësitë tona. Të kthehemi me zemër të përvujt tek Zoti përmes rrëfimit dhe Eukaristisë. Të jetojmë mëshirën në mënyrë konkrete, në dashuri ndaj familjes, në kujdes për të varfrit, në falje dhe në ndërtim të paqes. Të jemi zë dhe pranë atyre që nuk kanë zë, të vetmuarit, të përjashtuarit, ata që vojnë në trup e në shpirt. Krishti i ringjallur është garancia e shpresës sonë. Ai na siguron se dashuria është më e fortë se çdo errësirë dhe se fundi i historisë është në durt e një ati që nuk zhgënjen kurrë. Ju ftoj të mos e mbajmë këtë lajm për vete, por ta shpallim me jetën tonë. Shpresa nuk zhgënjen, sepse Krishti jeton. Me këto mendime, në emër të argjipeshit në pension Monsignor Zëvgashit, në emër të gjithë mështarëve, rregullarëve e rregullareve, të argjipeshvisë të Ivarit, të gjithëve gëzuar dhe të bekuar Pashkët. Aleluja.